Dëgjues të teleshikues të nderuar të Radio Televizionit Iliria, mirë se takohemi sërish me emisionin tonë dhe tuaj në divani këtu në Radio Televizionin Iliria në Prishtinë. Po filloj me sezonën e dytë, me emisionin e parë të sezonit të dytë, me emisionin Divani. Për sonte kemi të ftuar një mysafir special, i cili është autor i disa veprave. Profesor doktor shkence Hoxh me profesion, profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxh i nderuar, mirë se erdhët në emisionin Divani këtu në RTI. Mirë se gjemë, faleminderit për ftesën. Faleminderit një ashtu. Profesor, unë kisha nderin gjatë studimeve që kem profesor në Fakultetin e Studimeve Islame. Po është ashtu edhe sonte nder i veçantë të ju kem mysafir në emision. Ju falenderoj për kohën që gjatë ndani me një sonte së bashku, po ashtu kam një pyetje për në fillim. Gjatë jetës së përditshme, unë i thash profesor, a më lejon se sonte këtu në emision t'ju thras profesor? Bismillahirrahmanirrahim. Zotit jem falenderues për çdo mirësi dhe begati. Ndërto edhe ata që të kemi lart, që kemi pas nderin, që të kemi shumë studenta, djemë dhe vajza, të popullet shqiptar, të gjitha trojeve, ndërta keqin edhe ti, për çka kemi dje nder të veçantë, atër kemi pas nderën, tash kemi nderën tje mysafir tuaj. Ju përgëzojmë për emisionin, për emërtimin e emisionit, për natyrën e emisionit, po edhe për temat të cilat i shtjellëni, për mysafirët të cilët i përzgjedhni, për qasjen të cilën e keni ndaj mysafirëve, po edhe bashkë me ta ndaj çështjeve të cilat i preokupojnë popullin tonë, të cilët jetojnë në këto treva. Andaj ju uroj sukses dhe le Zoti t'ju jap bereqet. Se përket pyetjes suaj, se si të më thërni për mua është e çështje më e vogla, asnjëherë ku në dunja s'ja kam kushtëzuar, dhe as nuk ja kushtëzoj, fundja na jem çaj që jem. Jem që ata që jem, apo jem ai që jam. Emërtimi, titulli, nuk ka shumë peshë. Tek njeriu kujtoj, ka peshë sa ka vlera njeriu, sa bartaj vlera në mendjen e tij, në zemrën e tij, sa ka e tij karakter, sa është i dobishëm për shoqëri, sa e shohin hajrin të tjerët. Ka pas njerëz të mëdhej, këto atyll janë të mëdhej, ka pas njerëz të mëdhej që nga fillimi i dunjas, por nuk kanë pas titull. Titull kanë pas pejgamberët e Zotit. Për ata emërtohen pejgamber të përzgjedhur, por ata janë shtresë e veçantë. Të tjerët nuk kanë pas titull, ama kanë pas borni, kanë pas tipare të larta. E njeriu kur ka tipare të larta, emërtoj si të dush, thuaj si të dush, andaj urdhno si të dush. Faleminderit profesor. Profesor, jeni mësu që kur keni marrë pjesë në emisionet e ndryshme dhe zakonisht pyetjet e keni për çështje fetare, për besele, për nasihat. Po ashtu edhe dëgjues të teleshikues të nderuar, jeni mësu që Hoxha profesor Shefqet Krasniqi të dëgjojmë, të marrë nasihat, këshilla të ndryshme, të gjitha të dobishme. Por sonte në emisionin Divani, ashtu edhe kam titulluar emisionin sonte Divani pak më ndryshe, do t'jem një natyrës pak më ndryshe, do të flasim pak jo qysh jemi mësu na të dëgjojmë profesorin Hoxhën Shefqet Krasniqi. Hoxh, profesor, desha të pyes fillim ideja për më bu Hoxh. Kështu i bjen pse u bune Hoxh. Ka ardhur ideja për më bu Hoxh. I bjen bash ashtu ide pse u bune Hoxh. Pse u bune Hoxh? Pse u bune Hoxh? Këtë pyetje vitet 80. Kthehemi 40 vite më herët. Vitet e 80 ishan medrese fillimit e demonstratave në atë kohë. Dhe ishte në farallaj gjendje e randë.
për nga ana politike, e ranë për nga sistemi komunist, e ranë për nga ana fetare. Feja në atë kohë shkan të poshtë. Shumë të poshtë. Sa që tash kur kthehem dhe mendoj, meditoj, për gjendjen e islamit në atë kohë të muslimanëve ka qenë mjerueshme. Ajo që e vërteton këtë është edhe bashkë edhe pyetja jote, të cilën ma kanë parashtruar dhjetra kolegë, shokë, nga me të cilët udhëtonim, njiheshim, o shoqëronim, akraba, farefeset e tjerë. Çka çaj ty më bëhet? Çka? Ku je në shkollë medrese? Çka bëhesh atë hoxh? Çka ka prej hoxhës? Çka ka? Mila gjenazet? Kaq? Veçanti nëse dikush e ka pas një sukses të mirë në fillore, që kam pasur në falë Zotit, kam qenë njoftë nëse nxënës si mirë në fillore, e qysh në nxënës si mirë më shko më bëhet. Çka në kupton se në farë mënyrë apo tjetër këtë djane ke pas kamera. Këtë djane ke pas kamera. Por, kur e cakton Zoti një punë më ba, e dohet më ba. Kam pas tendenca, edhe nga ana disa familjarëve të mi, po edhe në kom pa lakmu, nuk e më haj, të bëhem ushtarak. Edhe më kam vetë pas e kohë dua uniformën ushtarake shumë, qoftë policisë, qoftë ushtarake, uniformën si uniformën dua shumë. Kam pas kërkesat më dha me shku për mjekësi, e dua shumë profesion mjekësisë. Por, Zoti deshte dhe shkova për hoxh. Për hoxh jam udhëzu, jam frymëzu, që kujtej nga koha klasë të holta. 3 e 4. Herët pas e fillon. Pse pa them këtë? E kujtej një mësuese Feride, më duket ka vdekur Zoti pas më shuruar. Amin. Nga Mitrovica. Donte të na përgatis që të bëhem nëse ka dër të mirë. Dhe dhe kemi në nëzit, me mësue, me në orientuna për direktime ndryshme, o kujtoj më pyti, ku dhe më shkute, çka dhe më bëhu? E unë i thash hoxh, o mërzit shumë, o prek, se pritit prej meje, që për thëmë hoxh. Nga kjo rast po më kujtohet se ka qenë klasë të holta, e pastaj kam fillu këtë ide të e pijek ma shumë kokë, edhe në përmjet me ndihme në nanës të hemë. Këto derta të pyes, a keni pas dikon prej familjes hoxh apo motivi për mbulli hoxh? Nuk është që motivi ka qenë pikës parë është të dhënë e Zotit, frymëzim për Allahut. Si dyti kam përmend edhe një herë diku ishin vitet e 70-ta kur isha në klasë të ulta, dhe atëherë kam pandan në televizion për herë të parë bardhëzi. Dhe ne morëm televizion për të parëve. Dhe ishte një film indian amerikan. E gjithmonë që ka shkret indian, gjithmonë këta tjekën kanë qenë. Gjithmonë. Dhe aty një mbret i indianëve o vra për amerikanëve. Apo vdesh, nuk ka më rëndësi. Më rëndësi është se e fisi indian e varasën atë një ceremoni madhështore si Firaunat. Dhe e fotën një shpellë të madhe, hype lartë, mboshe me gurë, gjuje, gurë, mboshe në farë gropë të madhe, dhe unë gjithmonë të mendu filmat e parë, televizion i parë, të mendu që këto e në vërteta. Edhe thesha, kë njeri hini këtu, kësë ka më dojnë më kërë, kë me qëto. Edhe më duke që njësa me kaj, thashe, ka me qëto, që këtë shdel këto. Pas e përdova kështu me mendu për punë e vdekjes. Dhët me vdek, ku shkrim në këvdesin, për që babë, nanën. Po një merit madhe ka nëna em, tash ka vdek, Allah e pas më shëruar, ama lutna për ta nën step, që ajo më kanë zitë shumë, nëpse një grua analfabete, nuk din të shkrim lexim, por thënë të bira, ti shka bënë hoxh. Shka në rrugë të Zotit, shkollë të Zotit, aty kofshin palë. Dhe kështë ajo ideja, dhe pastaj më paq më në kry. Tërse nuk më nejshane.
As nuk desha çka me drezja mirë, nuk desha çka me drezja. As ky bjen me drezja, as nuk më ditë marrë me drezja. Ju të më bojë. Po nuk kam ditë marrë me drezja. Në fshatari, në fshati tjetër, më ka marrë për dorë, se të minë vogël, më ka prut, më thonë kallëzëm ku me drezja, më ka që të... Mi tash, profesor, ju mbarut medresen, studimet, por pastaj pas studimeve ju specializuat doktorut shariatin. Pse zgjedhët shariatin? Sepse janë disa fushat e tjera, por ju zgjedhën shariatin. Ka shumë fusha natyrisht, që kam lutë Allahun gjatë. Po them gjatë me vite. Me ma mëndësuj madhë zëtë me studiu fejnë. Tashma se hina me drezë filluar me kuptu rëndësinë e fesë. Kur do të qoftë në Arabi? Nuk desha ku me ly, po zëtë qëmë dikut të mësi fejnë. Tjetë dirë kumë qënë. Nuk e desha ku tek. Dhe Allahu Azza wa Jalla zgjodhi Medinën për mu. Pastaj Medinë, pas u shkova, lakmova me hynë në fakultetin e gjuhës arabe. Doja ta mësoj gjuhën mirë. Dhe vërtet përfitova shumë, por lodha sepse kishte pas qenë shumë e zërshme. Po unë hina veç për fakultet. Ka fundi fakultetit pastaj, fillova të interesohem, a ka mundësi të vazhdoj studimet, pas diplomike. Natyrisht nuk markoj kjo më bëu profesor doktor gjuhës arabe, sepse populli jonë kishte nevojë për feje, ma shumë sa për letërsie, për virsha, për proze, për gramatike, ma shumë natyrisht kishte nevojë për feje populli jonë. Gjuhën e kisha mësuar kishte mjaftu. Edhe pse për ta kuptuar Kur'anin do të më ditë gjuhën mirë. Për ata arsye pa thënë kisha mësuar bukur mirë gjuhën, unë kisha mësuar bukur mirë gjuhën. Nëse gjuha arabe jep ma shumë rëndësi gjuhës natyrisht. Edhe deshti i madh i Zot u hapën disa degë. Ndër to dega e besimit, akides, e tefsirit, që bie shkencat e Kur'anit, e fikut. Në fik kisha qef shumë. Që bie shariat, shumë kisha qef shumë. Me njoftë shariatin. Zaten edhe se do në them studentave atje, studion e shariatin. Vërtet e shariatit është. Pse bas shariatin jo tefsirin në shembull? Sepse shariati mëson fen më në përgjithësi. I për shtatët vendit tonë më shumë për nga njohuritë se vetë marrin ata. Se çështja me dhëbit për shembull është shumë sene. Ka material më gjatë. Dhe më dha mundësia, dishte Zot aty kofshin falë dhe pranova natyrisht tepër me vështirësi, por kishte caktuar Allah sepse kandidatë ishte të shumët, numri i studentave 5 veta 6 kesa pranuan, i të gjitha fakulteteve, dishte Allahu kishte caktuar dhe pranova. Atë pyeta diçka tjetër. Shariati është një ligj islam. Dhe ju mund të mira me gjyku. Si hoxh, me gjyku me shariat. Kadi. Besoj që edhe xhamati edhe qytetarët i thrasin për çështje. Të pyesa diçka. A ka një çështje në fe islame që nëse thrasim profesor doktor Shefet Kasniqin, hajde gjykon atë, ka më thonë se çto s'kam qef se është e rënë. Po. Që në profesionin tam, fakt është. Po të shaun me që profesion tem në ndonjë shtet arab, unë me shumë lehtësi i isha bërë kadi. Gjykac. Dhe kadi nalt isha bërë. Sepse shkollën kam për kadi. Tani përgjigje e pyetjes tande po të konsultohesh po. S'kisha pas se ti më kon gjykatës atë. Se cilat çështje do të kisha ikur. Edhe po t'ishte kërkuar premi me kon kadi, po edhe me gjyku pa qenë kadi mes njerëzve, janë çështje të cilat kanë të bëjnë me gjak. Me gjakra, vrasje. Me krime njerëzore. Krime kanë për qëllim vrasjet të gjitha llojet e tyre, lëndimet, gjymtimet, e që quhet shkenca kriminalistikës. Veprat penale. Një çështje që s'kishe pritur me gjiku? Që për të edhe, në fakt edhe kam bërë libra, 2 vëllime, më ka për batu fakultetit dhe islame, këtë fushën e veprave penale në shariatin islam. Do të thonë për pas asajna që kam studiu më herët, tash edhe kam
sepse kam edhe land edhe kam punu shumë të kam bërë liber. Këta nuk e kisha pranu me gjyku si pas mundësisë natyrisht, po të lihin në vëlletin tim. Po të kësh pas mundësi, se kështë gjyku? Po. Tjera që janë më të lehta janë çështjet familjare. Kam përti me raporte familjare, veçanti me zborët e grusë. Nuk i përitani të gjykani? Këto nuk i përitaj, këto janë të lehta. Këto janë të lehta, natyrisht edhe është më lehtë me i bin njerëzit e fundja pesha është më e vogël. Tash, dhe të pjusë diçka. Profesor, ju edhe jeni profesor në Fakultetin e Islame, po ashtu jeni edhe hoxh para xhamatit. Ku ndini ma mirë? A ndini ma mirë kur jeni pranë studentave, apo ndini ma mirë kur jeni para xhamatit? Të pas parasysh se mas pakti një herë në javë ju përcjellim edhe në xhami që keni ligjëratat, po edhe mes ekranit. Vijat të përgjësia, po? Po, që. Detyra jonë se o gjolla këtë për plasë, pjesës sajna, për pjesët tyna me dhonë, është që të gjindemi aty kër kërkën nevoja, veçanti në vendet se që janë vendet Ballkanit. Sepse, po të shanë ndë një shtet arab, unë nuk ishte pas nevojë mi bota në këto ligjërate, këto këtë laramonitë të fushë vëmëtaristë. Ishte pas nevojë. Nga se ka të tjerë mjaftë. Do shtë një meshe bo ka di dikon edhe kaqë. Eventualisht një ligjërat kisha majt një gjuma, që shë edhe veprojnë plet profesora në botën arabe. Por në Kosovë, në Ballkan, nevoja kërkan. Njeri i menqo, punëtori, dashamiri, njeri i vizionari, cili dënë me që miletin po dhe për para, dohet me shiku po kapacitetin e vetë vërtet, por edhe fusha ku ka nevojë me kontribu. Tepër është më rëndësi. Fushat të cilat ka nevojë me kontribu, pastaj që ka mund jep këtë qatë fush dhe më fokusun tu. Tek ne kemi shumë fusha. Për atë, kem qeni mëm, sepse ka qenë shumë nevojshme qenë ligjërus, hatib, në xhami dhe falë Zotit, kam qenë prej 2002 deri në 2014 nëse më në xhamin e madhe, xhamia kryesore në Prishtinë. Kam qenë për asë falte dhe vazhdojtim, që është natyrë tjetër krejt. Takimet me njerëz në përrodën, në për mezhlise, në për natyrës tjetër krejt. Kam mësuar fëmi, është natyrës tjetër krejt. Kam mësuar, kam dhonë mësim enkas vajzave, studenteve, jashtë fakultetit, që është natyrës tjetër krejt. Pra qite në për media, në për televizion, në radio, veçanti deri përsërit është natyrës tjetër krejt. Shkrimet e cilat i bëju në javore janë të natyrës tjetër. Dhe kështu me radhë. Ku ndjej veten më mirë e më rënd, ta thëmë sinqerisht, mas shumë të qka më pëshon zemra dhe të se më qëtësot shpirti, është kur jam në xhami. Knaqna me studenta, shumë knaqna me studenta, po kjo me studenta knaqna sa me epin edhe ta. Nëse shërë që studentat janë shumë të etur, të nevojshëm janë, të etë shumë, për me marë, me bashkëpunojnë me ty dhe janë të kujdesshëm në qasjen të gjimë, e harrej orën, e harrej. Mësë më të rëgu që përfëndaj ora, e vazhdoj edhe me shumë. Por prapë se prapë, bereqeti, ngrohtësia të cilën e gjenë njeriu në xhami, nuk e gjenë asë kohë. Spaku në kështu e bëj. Në pak të kthejmë pak të studentat edhe një herë. Jeni ligjërues në Fakultetin e Studive Islame në Prishtinë. Profesor, ju mundi me vrejt ka një herë disa studenta, i çmoni shumë. Po, vërtet. Për shkak të mësimit, studimit, të orientimit që bojnë. Po ka edhe prej disave që nuk ja u dën fort. Një krahasim me studentat sot, me gjitha këto kushte që i posedojnë studentat sot, me kohën e juve, për shembull ju kur jeni në Medinë, muj kanë kaluar dhe s'keni marrë informata për familjen e juve.
Tash të një krahasim studentat sot që ju jeni përdit me ta dhe koha studentit juaj. Nëse bën një krahasim të tillë, mendoj se dallimi është shumë i madh. Shumë është i madh. Për shumë çka. Duke filluar edhe nga vetë natyra e fakultetit apo universitetit, e pastaj sistemi i mësimit. Dikon është ma lehtë, dikon më vështirë, atje ka qenë beg i randë, deri tek natyra vetë studentit. Kujtej se studentat në atë zaman, në atë kohë, tash, po flasë për veti, por për ty tjerë të përgjithësi, shqiptarë të mi, ty tjerë që kemi nejtë bashkë kemi studiu, tash kemë kolege. Në përgjithësi të gjithë mendoj se bim në i di që në atë kohë dise shkencën e kemi vlerësu ma shumë. Kohën e kemi qëmu ma shumë. E kemi ditë apo këna rritë me kuptu sakt pse kemi shku ato vende, pse jenë në fakultet. Që të njëjtat mundohëm një përcjell në studentave këtu ku ligjerojnë Prishtinë në çdo fillim të semestrit. Vitit 3, vitit 4 edhe në master. Gjithmonë në ratën e parë një pjesë të saj me tregu pak se për çfarë bëhet fjalë. A sheni tek disa student që ngjajnë me gjeneratën e juve të përkushtimi? Një pjesë tjetër u tregoj pastaj që të pika mundohemi fokusu, jam rikujtu studentave se apo e dini për çka e një fakultet, apo e dini se çka ju pret, apo e dini se nesra njerëzit e kanë sytë drejt jush. Po, ka student të cilët jo vetëm që na përngjajnë neve, po na kalojnë neve. Dhe me plot modesti, po, pasha Zotin, na kalojnë. Ai nuk na kalojnë neve sot, sepse, por ne ndoshta kur kemi qenë në periudhën e tyre, në kohën e tyre, ndoshta këta për moshën tonë që kemi qenë para gjenerat, ndoshta këta janë më të zot. Kemi studenta shumë të mirë, djem dhe vajza. Kujtoj se tek vajzat fokusimi, interesi është më i madh se sa tek tjerët. Kjo është vlerësimi jam. Kjo vlerësimi jam. Zakonisht në çdo gjenerat kemi vajza të cilat janë më të mira, më të kujdesshme, më të interesuara për shkencë, edhe me sukses me të gjitha, se sa djem. Nuk mungon atë djem, por të vajzat është më mirë. Profesor, kjo më gëzon, kjo fakt më gëzon mu, po. Për shkak të kohës më falë që vë ndërpres. E përmendën që çdo javë keni ligjërata tefsir në xhamin e madh të Prishtinë. Besoj që nuk është lehtë çdo javë të keni koment Kuranit, domthonë tefsiri është ju dinë më mirë po për dëgjues teleshikuesit i bëni komentim të Kuranit. Sa ju merr kohë një përgatitje për një ligjëratë javore që keni? Ajo merr kohë minimumi për këtë falë sabajin deri në ligjëratë tefsirit. Ton ditën. Madje ndo nga njëra 2 ditë, nga njëra 3 ditë. Sepse ajetet të cilat e marrëm i ligjëru, të cilat e kam rënë, se pari këqyri sa jetë me nda, në vazhdim, 3, 4, 5, 6, sa. Ose një sure keni disa për disa javë? Po, pastaj me emërtu, me emërtimin, me shiku përkthimin, po në kërkojnë ndim për këthizet me herë shumë, por do të përdor edhe mendjen tem, logjikën tem për këtë mos më marr aty në krej, sepse të gjithë kanë gabime. Spaku nuk pajtojnë me ta, drejtë jam ja. E pastaj me këtyre çfarë kanë thënë ulemat e vjetër deri te këtë rit për ato ajete. Me pak fjalë kam qëllim, apo qëllimi im është që të mundohem në pika të shkurtra krejt çfarë është thënë, pika të shkurtra çfarë është thënë rreth atyre ajeteve, e që ju hin punë miletit popullit tim. Sepse ka shumë gjëra të cilat janë thënë, por nuk e hin punë popullit tim, andaj nuk ja ceku, për mësë marrë kohë, mësë ngarku, por e cekët gjërat të cilat ju hin këtyne në punë. Kjo para, dyta, une kam një përshtypje, në Zotë e dinë, se më nuk kam kohë me ju këthy edhe njëherë Kuranit.
se jeta po shkon, andaj që ato jetë që i kam për para, i komentoj, do t'japja hakun. Mos na frikso, hoqë. Së është punë freksimi, po, unë jam që 20 vjetë edhe hala se kemi kry. Profesor, po të librat, çfarë librash lexoni dhe në çfarë gjuhë më shumë ti? Një gjuhë lexoj libra, veç një gjuhë. Shqip? Arabisht. Arabisht një gjuhë lexoj libra. Vetëm gjuhën arabe lexoj libra. Në gjuhën shqipe më qëllon e libër fort i bukur, i mirë, apo ndonjë shkencë, ndonjë psikologji, ndonjë filozofi, ndonjë kotadion, diçka, ndonjë autori, për shkak ka ndor libri i Arbakanit, Kauza ime. Ato nuk e gjen arabisht, e përgjith shqip, ose Islami si nëse Perëndimit Aleza Begovićit, ose disa libra tjerë të lamive të ndryshme, po, për ndryshe, librat shkencor, unë i lexoj arabisht. A lexoni vetëm në fushën e shariatit, apo dhe fusha tjera të fesë islame? Jo, lexoj në thuajse të gjitha fushat. Sepse veprimtaria ime është e tillë. Po. Për shembull, fushën e shariatit në fik do të patjetër nga se kam profesion të ngushtë, jem profesor ligjëror për te, për ato shkenca, të disa shkenca, 3 shkenca në ligjëror në fakultet. Për ka disa libra për to, për seriti, domethënë paçare. Në tefsir, vetë cekë pak më herët, që shkenca e tefsirit, që ka të bëjë me komentin e Koranit. Atje në çështjet e besimit, kam punu me to dhe kam shkruar libra dhe ende lexoj. Atje në çështjet e historisë kam punu dhe kam shkruar libra. Atje çështjet e hadithit kam komentuar, kam ligjëruar, kam shkruar edhe libra. Atje në çështjet e etikës kam punuar, kam lexuar, kam ligjëruar shumë me qindra ligjërata. Nuk e keni problem u furnizu me libra në gjuhën arabe? Po jo, se në kam një librari me vetë, pa zotit. Profesor. Pastaj se do interneti, por më gjatë kam libra të mjaftueshme. Pyesat e kështu. Do të pyes hoxhën që ju keni pas qef ta ndjekni, ta pasoni ata, por për gjallorë shqiptar. Abdelkader Rauti. Që keni pas? Po. Abdelkader Rauti, këta të kuësot dhe ta që ndryshë, nësë më shprejëm ashtu, por ata kanë dashur, e kanë ndjekur, jam du me pasu, jam konsultu me te, kam marrë këshilla për ti, kam përfitu shumë për ti, vazhdoj të punoj me këshillat e ti, për mendimin tim kanë qenë një njeri, një model i shkëlqyeshëm për nga ana e dijes, nuk ka qenë i kalibrit të zamet të Albanit në hadith, apo të Shekh Shabaranut në hadith, ka qenë nivel pak më tëll të hadith, pak më tëll. Por në përgjithësi ka qenë një enciklopedi, për nga njohuritë. Pastaj ka qenë një model në etik, i cili ti ka kujtu gjeneratat e para, prej 4 imamave përpjet. Ai cili ka nejt me Abdelkaderin dhe ka lexuar për një themi selef të parë, për gjeneratat e para, ka mujt me gjetë një njeri i cili i përgjan atyne që ka lexuar për ta. Një njeri i cili ka pas dert, shoqërinë, biletin, atje ku ishte Damask, Sirian, anë pësa ta luftanit, anë pësa ta kundërshtanit, anë pësa hëgjallart, e krejt shamet, këtë fjaltinaj që në pje këthej në vetën e kundërt. Anë pëse hëgjallart e ulemat e shamit, shumë bën impresion e pushteti, këti jodhemshin njerëzit, jodhemshin shumë. Kishte dertën e tyne, kishte dertën e këtë arabe, dertën e këtë muslimanit, shqiptarve, to. Sa harkar me din, më kam vizitu, kam nejt me te, dhe neve në kalon një nejt të veçan, veç për hata që e në bet e një kumbit, një lkuret, një gjaku, dhe më dënë të me në këshullu, me në dere se ka ardhe këto pas luftës, ka pa qenë vizit. Me pak fjallë për azat, atë e kam qfirtit atë hoqë. Allah i rahmet në rëvanimin. Femderit. Më bone muni edhe më mirë, për shkak që po mblidh me istokën pak. Po ju është ajta, është ju. Profesor,
Unë si fëmijë e kam dëgjuar edhe ende flitet kjo fjala në xhami, plesh shkojnë në xhami. Ka qenë, ka ra. Flit ka pak. Në fund ka met. Tash po do të thonë, unë pyetja më shto. Përpara kanë shku plesh në xhami. Sot pjesën dërmuese e ki rinin nëpër xhamia. Çka i bën sot të rit të shkojnë në xhamia? Falë Zotit, natë e ditë. Kjo është dhëntia Allahut, është rahmet e mëshirës e Zotit. Unë në fillim e ceka, thash, kthehemi para 20 vite, vitet e 80-ta, kur kam qenë unë me medresant, dhe ta krahëzash atë gjendje, atë kohë, atë periudhë, në periudhën e pas luftës, pas 20 vite, dhe me periudhën tash e bërën 20 vite është. Pasi me krahëzon një fëmijë të vogël me një burr plak. Ka ndryshu. Shumë ka ndryshu. Për së miri, falë Zotit, aty ko fiqa. Këtu ka shumë mohabet, po përmëno me fisu sepse koha se duket po më bëm presenin pyetje në kohë. Po për ndryshe kjo është temë veti. Cilat janë shkaqet që i shtyen këtë numër të madh të rinj dhe të reja të kthehen në fe. Këtu unë mund të sheni liber në modestin më të madhe, po ta them. Se për një ligjërat të dy të maj këtu, se pini qaj, sa marrë vesh. Sepse ka material sa të dush. Që që thash fillim, Zoti ka dashur. Zoti ka dashur. Komunizmi ka qenë virusi më i madh që është shfaq ndonjëherë në sipërfaqe të tokës kundër të gjitha feve në përgjithësi e Islamit në veçanti. Andaj edhe i dha frytet e veta bukur shumë. E përmenen të anën e Strogit atje, sa me shku disa vende, në për disa familje, ku dhe që të Kosovë e tynë dhe në Strog. Halë sikur se njerëzve se pas kur një jetë islam, a veç me fëjtë të gjyshi ty në vitet e 50 e ndej, kejt dalin pasko namazën me mbulese, dikush ndoshta haxhi, dikush hoxhi, dikush. E çka ndodhe komunizmi? Po ka dhe faktorë të tjerë që e prishen. Pastaj demokracia erdhi vra, Allah, liria e interpretimit, liria e të folurit. E që këtë demokraci nuk është hajri mirë krejt. Po të pak... Po ja, jo, po të dëllit që është për njerit, e ka mangësi, se për njerit është. Vetë gjënë të mangësi. Por, për të mirave të saj që ka, është edhe liria të folurit. Alhamdulillah. Falë sa të dushme. Sa të dushme, dilë, vërtet, ku të kresë, që thujme ne. Falë Allah. Shprehet e qeki. I liri i barabar për të gjithë të tjerë të Allah. Sa të këtë kohë, të gjithë në Kosovë, thrasen, qka të dua? E fatkeqësisht për s'kje që shumica atyre. Me degeneru, me prish, me shkatëru, rinin e tjerë, edhe popullin. Po do të ne të flasim, edhe ata të tjerë, për pas nesh, që ja dojnë të mirë avatanit, popullit, shoqërisë. E ne jemi të bindur, se feja, krejt feja, është e mirë, krejt e mirë, në interes të shoqërisë. Qëta të rinjë që pëthohë i rëmush në gjami, djemë dhe vajza. Këta i kitë sigurt në emrën e Zotit. Sigurt të pëthëm 100%, sepse një taj mund gabaj. Ta në dhe që në gjamija mund të kitë 500 vetë, 490 të nanjen me lache. Një është koflartë. Manafik. Smerët vesh për një? Pas smerët. Gjithmonë ka preashtime. Kone gjami, kone pejgamberit, gjamin e tina. A në kanë sahabët. Në kam burat batë me në dynja, po ka qenë një Abdullah bin Ubej bin Seluli, që është quajtur krejoj munafikve, edhe një grup tjetër në kanë disa vjetra munafik. Së marrë vesh fort. Pra nuk ka qenë shoqëri 100% e mrekullueshme. Por në gjithate, shta që vinë gjami për i me, shta që falen për i me, kanë tamën për i me, hakikatat populli, e që të motra, që të djemë. Ata në për drogë si ki, në belas si ki, në rase si ki, ata shtetin se vjedhe, ata nëse mashtrojnë, ata e dojnë të mirë vatanit, e dojnë të mirë shoqërisë, ata janë tolerant, ata janë zamërgjerë, ata janë bujarë.
e të regëm të mua, ata në të respektuar, i respektojnë të tjerë, pa ka vlera më të masa sa këto? Atëherë qka ju pengon ju e të tjerë të këtë person? Valla shamia, namazi, pa në le namazin të mire tjere, pra. Jo mire ki, pa mire kam pra. Të mos pëlqef namazi tina dhe shamia kësaj. Të tërsen, qka po gjenë të meta, të që kjo motër, një të metë pa gjenë. Kushtimisht shamia për të vret. Po lebra shamia, që tërsen qka ka, jo s'ka kur që të keqe. Do me thonë, krejtë të mira që ka kjo motër, krejtë të mira që ka kjo vla, kjo djallë. Pja hedhë poshtë pëse ka një mjekër, ose pëse shkan gjemje pëse ka një shami, të atë nuk dhe vërsu njërësit. Wallahi nuk dhe, të ki problemet vetën tonë, nuk ki problemet tjertë. Profesor, a ndrojmë temë pak? Ndrojmë dash temën, dash korrikat. Ja, veç temën vendrojmë. Me gjitha këto angazhime, ligjërues në fakultet, në xhami, sa gjani ko për lajme editore? Për lajme editore gjej ko shumë pak. Shumë pak. Tash të portalet që ndalë, për tyre dhe portale ju të rëty, e përcjell, e kam qef me qitë lajme 3 këta djemë, me këqyrë pak kanë shumë, as ka ndodhë që ka ma dhe re. Gjazire në këqyrë për dit njëherë 2, portal tyne, BBC, 3-4 kanale. Në vendore dhe ndërkombëtare. Ka që shpejt, me këqyrë që ka ndodhë, me kap në gjarët më të rëndësishme javore që ndodhin, sepse në një me qe pak në qasje, dhe në ndëmi mbledhët me zgjedhë dësa temat që janë më të rëndësishme ndodhi javore nga sone, i definej i shkruaj, fund të javës, shkruaj nga një temë, çfarë ka ndodhur brenda javës. Kështu që shumë pak mjerë. Po, faleminderit. Do vërtet edhe pak se kam bën impresion për kohën, po kam qep më ndalë edhe pak profesor. Shtyja. Po kam qep më ndalë edhe pak profesor. Ju jeni faleminderit shumë, Allah i nderoft. Jeni baba i Hafizit. Çfarë ndjeni është me pas djalin Hafiz? Që ai ka qenë një dhuratë tjetër e Zotit për mua. Për pas dhuratës tretë, dhurata e parë e madhe që më ka bërë musliman, dhurata e dytë e madhe e Zotit që më ka mësuar me studiu në një vend më të bukur në botë. Dhe më nej gjatë më kalu pjesë më të mirë të jetës time atje. Mas asaj dhurate, pra mas kthimit nga Medina e ndriçuar, dhuratën më të madhe të Zotit e kam konsideruar kur djali im Jasiri është bërë hafiz e Koranit në moshën 11 vjeçare. Natyrisht ka qenë diçka shumë emocionuese, shumë prekse, është vështirë, letë me ndalë, dhe të falenderoj Zotin shumë. Është dhuratë mirë, është shumë ndjenjë mirë pas vladin. Alhamdulillah. Ta ndroj tash tjetër se po e vrej ka pak se nuk do më emocionu sonte profesor. Kam një pyetje kështu. Nuk është pyetje me spec, po pak. Nëse dikush thotë që profesor doktor Shefet Krasniqi, familja juve ka një ankesë në ju, në këtë kohë si dhe shtëpia. Ç'a mendoni ju? Cila do të jetë ankesa e familjes tonë për juve? Familja jam, po edhe shumë kujt natyrisht. Nuk besoj që jam unë vetëm, ka shumë të tjerë, po të fusha të ndryshme. Familja ime më ka kuptu mua më të që kur jemi bashku, si burrë dhe gru. E pastaj edhe pas jem kthy këto, më ka kuptu prindë të mi, e që këto kam frikë se kam hyrë në hak, sepse s'ka mujt me nejt sa dohet me ta. Më ka kuptu edhe vëllezërit e motrat e mia, që edhe ty në kam frikë se hyrë në hak, po edhe shoqëria mirë më kupton mua. Në këtë kontekst jam shumë falenderues se kuptojnë mirë, më justifikojnë, ma që mojnë kohën, e dinë se hoxha nuk ka kohë shumë për vizita, nuk ka kohë shumë për ndeja, për mysafir, nuk kam kohë. Më falë, kryem të familja, vizitat, nejat, mysafirët. Profesor, tek një shqiptarët ndodhë ka një herë, vjen mysafiri, gjon një kultuk të mirë, muhabeti, çaj 4-5 orë, të pas parasysh na kohën angazhimet e profesorit Shefet Krasniqi, shkurt të bi, a ju bezdisi ka herë mysafir që rrinë shumë? Na shqiptarë di më nejtë shumë. E vërtet është ajo, shumë e vërtet. Që që fillimisht mysafiri është i bereqet shumë. Alhamdulillah. Po,
Së dyti, fetarisht është sevap i madh me respektu mysafirët. Allahu Azza wa Jall respekti mysafirëve e ka cekur edhe në Kur'an, kur flet për Ibrahimin alayhi salam, se si respektoi mysafirët të cilët erdhën. Në fakt ato ishin milaçe, por ky mendoi se janë thjesht mysafirë. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që është shembulltyr për ne dhe për mbar njerëzimin, shumë i ka respektuar mysafirët, edhe ka folur për mysafirët. Duhet edhe ne të respektojmë, është për ahlakut, për etikës, për besimtarët. Por, edhe mysafirët duhet ta kuptojnë një koqirin. Duhet ta kuptojnë. E thash pak më herët se mu fatmirësisht më kuptojnë njerëzit mirë. Më kuptojnë mirë, andaj këtu kemi gjetë një gjuhë të mirë, alhamdulillah nuk kam problem. Po, do të doja për me zemër, për me qef, jo për ditë, por shpesh kisha shku mysafir, edhe me qef shëpranu mysafir, por koha është shumë e shtrejt, shumë e shtrejt, shumë e shtrejt. Andaj dohet me i matë senet. Ku me da këtë kohë për para, ku peshan më shumë. Faleminderit, profesor. Njeriu është prej ashti mishi. Edhe ju mërzitni, gëzohni. Po, gjithsesi. Edhe dëgjuesit të shikuesit të RTI-s kanë dëshirë të dinë që çka e gëzon më shumë ti profesorin Shëzet Krasniqi, po ashtu edhe çka e mërzit profesorin Shëzet Krasniqi. Kur dëgjoj mirë për këtë vatan, për këtë popull, por edhe për muslimanët, gëzohna shumë. Kur shoh ndonjë sukses, gëzohna shumë. Kur arriti vetë ndonjë sukses, për shembull, arriti me botu një libër, me përfundu një projekt që kam fillu, gëzohna shumë. Për ndryshe, kundër të kësaj, dështimet, lajmet e këqija, me që anti për shembull në arenën tonë, shtetit tonë, nga ana politike, ekonomike, sociale. Sa herë dëgjoj, mërzitem shumë. Mërzitem për këta të vetë quajtur, apo të ashtu quajtur, intelektuale, shtresa kënë se ngritur e shoqërisë tonë, të cilët disa prej tyre dhe kanë kry shkollë, disa prej tyre kanë marrë diplomat që kanë marrë, kanë zanë pozitat që kanë zanë, por më mërzit fakti se shumë prej tyre dise nuk e dim se jetojnë. Më dhimin këta njerëz, pse bëhen armiq vetë vetës të vetë? Pse? Mund nuk muzitesh për vete, për të Ja, tjerë. për ta, pasha Zoti për ta. Që Allah Azza wa Jalla surat Yasin ka thënë: Ja hasratan ala al-ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un. Të mirët ata banorët të mirët njerëzit, të mirët qytetarët, të cilët kur vinin përgëzuesit, lajmtarët, pejgamberët, për me vëzu, me drejtu, me mësu, këta talme në qeshtin me ta. E kja fjallë Allahot, ja hasrat ale libad, të mirët ata të mirët, në kuptim të saj, që janë në shumë kuptime, që për pështatët me popullin tem, thuhet se me laqët thoi, të mirë ta njerëzë të mirët. Qëfar shanse për hupe, po vim pejgamber të Zotit, më dhëratën më të madhe, këta për humbe. Humbje, se cilës nuk i përfundon dëshpërimi kur. E thuhet, Allahu thot, të mirët, o këta njerëz, ditën e kiametit, që për kundërshtojnë mesazhet qellore. Ngjajshëm me këtë thëmë në për shta vllazninë e mi, shta islamofobat veçanti, të cilët në emën e servilizmi, në emën të një kur gjofe heq, me të rresh pinë dikush, kur gjofe heq, a di çfarë kur gjofe heq?
në emën të klikimeve të bëjmë ma shumë atje. Në emën të një fame të lodhë, po fama nuk të mabrë gjithë. Njëri nuk të manë gjithë. I gjuhet, musulman, shpif, për islam, për haqëllar, për basin islame, për motra besimtare, me pak fjallë, mënohet më ngritë të luftu këtë fe, e që njërin direkte e luftën traditën e vetë, e luftën vatanin e vetë, e luftën vlerat e popullit vetë, dhe luftën vetë vetën e vetë. E diti, nuk e di, këtu mërziti. Fort të mërziti, na. Profesor, më falë. Pyesë çka jeta ka plot gjëra të bukura. Po, fort. Tash pyes, a ka diçka që në jetë ju ka mjet marak që s'keni mujt me realizu? Çdo njeri ka diçka, ka gjëra të cilave ju ka lënë koha apo më vonë i vjen mend s'ka mujt. Edhe në sigurisht kam, edhe të ki, dhe çdo njeri ka sigurisht. Se cilë për neshi ka ato, dhe të shkan kështu, të shbo kështu, të këpës. Profesor, falenderit. Për fund, se nga teknika e në të mbo presion në bukur gjatë, unë bëj kështet nuk pëj shok, kështet nuk pëj dëgjaj. Për fund, një këshill për mua dhe për gjithë dëgjuesit dhe teleshikuesit e RTI-s. Së pari, ju urej sukses e bereqet. Këtë punën e ju, edhe ty si moderator, si gazetar, si udhëheqës i këtij misioni. Sinqerisht të thashë në fillim ka pëlqyer edhe titulli, emërtimi. Divani është emër i bukur, në domethënie të bukur. Edhe ideja, mësafirt, qasja, temat e të tjera, mos pritani me punu. Mos pritani me punu. Mundohuni me u ngrit, me u ancu, me arrit sukses. Jo se po duhet ty suksesi për me thonë dikush të lumët, për lek, për emën, për grada, por se suksesi dhe me thonë me që hajrin të tjerëve, me përfitu të tjerët, se një mësosi mirë, i cili edhe natën qohet e kujtohet, qysh mi gjithë dhe metodat mira për mi mësu në zansat. Ata në shta e shajnë, ti grada si ngritet, as roga nuk e shtohet. Ata mund të thojnë faleminderit mësuesi, mund mos të thojnë, po kë nuk preokupohet me te, kë preokupohet se si të edukoj që të në zansa. Ne ja kemi bërë kësaj shoqërie. Ne i kemi shumë emanet këti vendi, këti populli. Andaj dohet të punojmë, me maturi, me sinqertësi, me sinqeritet, duke kërku kënaqësinë të madhe të Zotit. Ati kufshin falë. Profesor, shumë falenderit, unë falenderoj që ishe pjesë emisionit Divani këtu. Ishte kënaqësi. Shpresoj të kemi musafir dhe herave tjera në emision. Inshallah. Abone Allah që pak kam nxitu për shkak të presionit të kohës. Falenderit, ishte kënaqësi. Dëgjues të shkues të nderuar të Radio-Televizionit Iliria Mesi, emisionit Divani, ishim me hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi, të cilin e falenderojmë për këshillat, secila më e dobishme të tjetra, dhe deri në takimet e radhës, mirëmbëjtje, paqe dhe selame.